Horoskopi ditor e martë 8 prill 2023. Dashi, jeta juaj në çift do të jetë e shkëlqyer gjatë kësaj dite. Do të merreni vesh për çdo gjë me partnerin dhe emocionet do të jenë të njëpasnjëshme. Beqarët do të argëtohen pafund me disa persona që i kanë njohur së fundmi dhe mund të jenë gati të hedhin hapa më tej me ta. Në planin financiar asgjë nuk ka për të qenë lehtë, kështu që duhet të merrni shpejt masa. Demi, do të ndiheni të lumtur sot ju të dashuruarit dhe emocionet do të jenë shumë të forta. Ai që keni në krah do t'ju adhuroj pafund dhe do të mundohet t'u plotësojë dëshirat. Beqarët ka rrezik të flirtojnë me disa persona jo serioz me të cilët nuk do të kenë asnjë të ardhme. Për financa do të jetë një ditë e shkëlqyer. Gjendja do të përmirësohet shumë më shpejt nga sa keni menduar. Binjakët, mos u tregoni shumë autoritar sot ju të dashuruarit sepse partneri mund të ndihet keq. Mundohuni sa të mundeni të ruani një klim sa më të ngrohtë. Beqarët mund të kenë veçse mundësi për aventura kalimtare, asgjë më shumë se kaq. Në planin financiar do të dini t'i bëni mirë llogarit dhe gjendja do të mbetet e qëndrueshme. Do të shpenzoni pa frikë. Gaforia, do t'jeni shumë bujar me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe marrëdhënia në çift do t'jetë e ngrohtë. Do të dini edhe të hapni rrugë dhe të falni. Beqarët do të duhet t'i shprehin më tepër ndjenjat e tyre, akoma më tepër nëse duan që lidhja t'ju ecë si duhet. Për financa do të jetë një ditë e qëndrueshme dhe as pak problematike. Bëjni mirë llogarit nëse nuk doni të keni probleme. Luani, shumë mosmarrëveshje do të lindin sot ndërmjet jush dhe personit që keni në krah. Marrëdhënia në çift do të përmirësohet shpejt dhe më tepër nga sa keni menduar. Beqarët duhet të jenë më të duruar në mënyrë që të gjejnë princin e tyre të kaltër. Gjendja e financave do të vijë dal nga dal duke u stabilizuar, kështu që nuk duhet të kërkoni ndryshime të mëdha. Virgjëresha, duhet kaloni më tepër kohë me partnerin tuaj gjatë kësaj dite, nëse nuk doni që marrëdhënia në çift të ftohet më tepër. Gjithçka mund të ndodhë nëse tregoheni të largët. Beqarët do të jenë të vendosur të marrin në dorë fatin e tyre. Më në fund ata do të njohin dashurinë e madhe dhe të qëndrueshme. Gjendja e financave do të vijë duke u përmirësuar dal nga dal. Peshorja. Dita animuar do të jetë gjatë gjithë kohës kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Do ndiheni mirë në krahët e partnerit dhe kënaqësitë do të jenë të papërshkrueshme. Beqarët do të jenë të turpshëm dhe nuk do të përfitojnë as pak nga ftesat që do t'ju bëhen. Gjendja e financave do të jetë e turbullt dhe asgjë nuk ka për t'ju ecur ashtu siç e kishit dëshiruar. Kujdes me shpenzimet. Akrepi, ditë harmonike do të jetë kjo e sotmja për të dashuruarit. Do të merreni vesh për çdo gjë dhe do të toleroni her pas here. Beqarët do të jenë gjatë gjithë kohës të përhumbur dhe nuk do dinë çfarë hapash të hedhin. Ka mundësi që të humbasin disa mundësi të mira. Financat nuk do të jenë as pak të mira, kështu që mundohuni të shpenzoni sa më pak të mundeni. Shigjetari, asgjë nuk ka për të ecur si duhet sot në jetën tuaj në çift. Debatet me partnerin do të jenë të njëpasnjëshme, beqarët do të jenë të papërqendruar dhe do të humbasin disa mundësi të shkëlqyera. Do të pendohen shpejt, por ka për të qenë vonë. Buxhetin do të dini si ta menaxhoni dhe gjërat kanë për t'ju ecur mirë. Disa familjar gjithashtu do t'ju mbështesin pafund. Bricjapi, do të keni mosmarrëveshje të forta ju të dashuruarit ditën e sotme dhe do të ndiheni keq në pjesën më të madhe të ditës. Nuk do të arrini dot as të reflektoni dhe të kuptoni gabimet e bëra. Beqarët nuk duhet të joshin çdo person që do t'u dalë përpara sepse mund të lëndojnë tej mase veten. Sektori financave do të jetë i qetë. Do t'i kryeni të gjitha shpenzimet e menduara dhe do të jeni mjaft të qetë. Ujori, jeta juaj në çift do të jetë e qëndrueshme gjatë kësaj dite. Do ta respektoni çdo mendim të partnerit dhe emocionet do të jenë të bukura. Beqarët do të përballen me surprizat njëpasnjëshme dhe zemra do t'i mbushet gjithë gëzim. Gjendja e të ardhurave do të varet nga mënyra se si ju do të silleni. Po u tregua të pamatur do të keni probleme serioze. Peshqit, të dashuruarit do të kenë një ditë të zakonshme dhe pa ndonjë emocion të veçantë. Merrini gjërat si t'ju vinë në çdo moment. Beqarët do të realizojnë takime mbreslënse sot dhe gjithçka do t'i ndryshojë brenda disa orëve. Disave do t'ju plotësohen edhe ëndrat. Buxheti nuk do t'jetë as pak i mirë. Duhet të kërkoni sa më parë ndihmë nga specialistët, përndryshe do të mbeteni pa lek.